Na kemi qenë viktime të humanizimit. Se qysh na kanë portretizuar neve Serb. Pra, si njerëz me besht, e të tjerë dhe të tjerë, na kemi qenë viktim. Per me spjegu pak punën e hate speech, se menoj njerëzia që dezinformata dhe hate speech janë të ndame. Hate speech, gjuha urrejtjes, pra gjuha urrejtjes dhe dehumanizimi. Për shkak se dezinformata, që ka bo Kremlini është që e ka po që okej, jena të shpërndo dezinformata, për s'po ka shumë ndikim. Dhe ka eskalu. Shkolla e dytë e dezinformimit është kur na përdorim gjuhë të urrejtjes dhe dehumanizim ndaj kundërshtarëve tonë. Sepse na qashtu i portretizojnë as diçka cilën njerëzit e shohin që është keq. Për shembull, çka bën Rusia, veç për me ditë. Për shembull, ata përdorin një strategji të shekullit 20 dhe përdorin një teknik të shekullit 21. Për shembull, satelitet, media satelitet të Rusisë përdorin inteligjencën artificiale për me prodhu infografika ku Ukraina portretizohet si menj, ku portretizohen si kafshë të ndryshme. Domethënë, Rusia e portretizon Anglinë si një person që është i moshuar dhe me mbi peshë. Domethënë, qysh mund është ti me shpresu që të mbron dikush që edhe është i moshuar, edhe ka mbi peshë, edhe ka probleme me ecje. Ose e portretizon Europën si një pacient i shtrin në spital në prag vdekjes. Pra, qështu ata arrin mi javëqu sinjalin për krasëve të tyre që ti nuk mund është me shpresu ose që Evropa është në prag vdekjes dhe na jena në prag fitores. Dhe na nuk duhet... Jetu thoti që dehumanizimi jo nuk është autokton shqiptar, po është i morën për të na? Nuk është, na kemi qenë viktime të humanizimit. Ju besoj ju dy edeni ma mirë se qysh na kanë portretizuar neve Serb. Pra, si njerëz me besht, e të tjerë dhe të tjerë. Na kemi qenë viktim, shumë gjatë, dhe na po e përdorëm njëjtash me i portretizu kundërshtarët tonë politik, me gjuhë të urrejtjes, me dehumanizim. Sidomos gratë, kalqen, maqinat, prodhimit për shqiptar. Cila është synimi final? Synimi final i dezinformimit është mos mi besu kërkujna. Gjithë politikanet janë me Serbinë, sepse unë muj me të gjithë që thash në internet fotografi të secillit politikan me një kapel që ka simbole serbe.